na gjetin e si popull, mone shqiptarët, nuk e dimur pse jemi shumë të lidhur me politikën. Apo është politika lidhur me ne, nuk arrit ta kuptoj tani, nuk arrit ta kuptoj se kush nga ne nuk bën dot pa njëri tjetrin. Ne pa politikën, apo politikanët pa neve. Po gjithsesi, që kemi këtë lidhje kaq të fortë kemi, neve shqiptarët jemi kahil të rri, jemi të zimi me njëri tjetrin për ata. Aman edhe ata, për neve, bëhen copa. Po bëhen copa aman, deri sa marrin votën, kuptohet, pastaj merren me probleme të tjera më të rëndësishme se sa populli. Që thatë juve si jemi bërë ne shqiptarët, si i thonë çdo shtëpi me shumë parti, edhe shtëpia jon, jemi të ndarë. Jemi të ndarë me parti të ndryshme, se na pëlqen të jemi opozitar, edhe të kemi një çik, si i thonë, debat në shtëpi, sherr, aq sherr e debat kemi sa që na njëra harrojmë në mos një herë themun, shumë herë harrojmë edhe gjërat e rëndësishme për të diskutuar të familjes tonë, se merremi me ata. Që thatë juve, këtë radhë neve bëm ndryshim të partive, se burri im ishte PS-iste dhe unë isha PD-iste. Por që kur Skënderbeu andej shau me i shkujt, a i gjysmit tha janë qyrykur, se çpati ky imi e dogji, tha unë do ta lë partin që jam, tha do bëj dore që tha do iki me PD-isten. Po miri thash unë nuk mund të jem në të njëjtën parti me ty, thash se duam çik debat, duam një çik sherr në shtëpi, thash, kështu që unë thash do ndryshoj, do bëhem PS-iste. Edhe kështu ndodhi. Tani, unë jam e PS-s, a ishte i PD-s, e la për një lavë goje, more, po lihet more partia për një lavë goje, more, vërtet është çrykymi, besomani. Gjithsesi, edhe unë e lash për hir të këtij tani, se ç'do bëj unë. Si përfundim që thatë ju, mbasi ndryshon edhe partit, hodhëm një bast neve tani që janë votimet. Hodhëm një basti është i thellë, sepse unë nuk e di besoj në forcat e mia, besoj që gjithmonë unë fitoj, si shumë herë këtu në shtëpi kur unë them do bëhet kështu si them unë, ai thot do bëhet si them unë, edhe ndodh që në fund fare fitoj unë. Edhe kështu që kisha shumë besim që dhe këta do fitonte partia ime. Por gjithsesi, kam prapë me rak. Nuk jam e sigurt 100%. Se këto votimet në Shqipëri, ndryshe nga vendet e tjera, që të nesërmen jepet që në mëngjes rezultati kush fitoj e kush humbi, në Shqipëri zvarritet vetë një 2 ditë, 3 ditë, mund edhe një javë, xhanën po. Zvarritet, problemi është për neve që kemi hedhur baste, se është halli i madh ky, se nuk e hodhëm edhe të vogël bastin, e hodhëm çik të majën, 1000 pound basti. Unë nuk është se i kam lekët, more, po fitoj këtë qyryku im, unë duhet i mbledh avash avash. Ose më mirë, mbasi të dali rezultati dhe në qoftë se unë humbas, partia ime do me thënë, unë i këpus një sherr të madh, ai të madh atë sherrin, sa që ky të harroj bastin fare, që s'ka zgjidhje. Çfarë është kështu kjo pikë e zezë? Nejse, sa herë që jepen lajmet, ulemi atje të dy, edhe kur nxjerr hartën ajo atje, tak, duke dhënë lajmin, edhe shikoj unë roz harta, edhe pak blu aty lart andej nga veriu. I them unë, e shikon burr, që do fitoj unë, bëj lekët gati. Dhe ky që më thot mua, po prit moj grua, prit, se nuk janë lexuar akoma, do me thënë numëror akoma as gjysmat e votave, mund të ndryshoj rezultatin nga momenti në moment. Mu po shkoban, them me veten time, unë do të fitosh patjetër. Ky e ka hallin më shumë të marrë 1000 pound, se s'po i prishet shumë puna se kush fitoj ande nga Shqipëria. Po ç'mu desh mua basti, jam në siklet tani. Po jam në një siklet të madh të papar, more. Megjithatë, unë do t'ju lutesha shumë të më jepni secili një mendim aty, shkruani në koment kush parti mendoni ju që do fitoj, ose më saktë thoni do fitosh ti apo do fitoj ky çyryku im. Se jam kështu, jam veshur me rozë edhe vetore, jam vesh me rozë që të fitoj partia ime. Nuk e di tani qa do bëhet, nuk e di. Jam nësi, gjithsesi, jam duke pritur mendimin tuaj kush do fitoj, unë apo burri. Kalofshi një mbrëmje të bukur,
edhe dëgjojmë në videot të tjera. Mos harroni të ndiqni videot në kanalin tim, Komedin Galar, për më shumë humor. Kalofshi bukur, këdo që jeni.